Horoskopi ditor, 9 prill. Energjia që mund të ndikojë vendimet. Ka ditë kur gjithçka duket e zakonshme dhe vendimet merren pa shumë mendim. Por ka edhe momente kur energjia e ditës duket se ndikon në mënyrën si reagojmë ndaj situatave dhe njerëzve përreth. 9 prilli mund të jetë pikërisht një nga ato ditë ku disa zgjedhje marrin më shumë rëndësi se zakonisht. Një bisedë, një ide e papritur ose një moment reflektimi mund të bëjë diferencën mes një vendimi të zakonshëm dhe një vendimi që ndryshon drejtimin e gjërave. Astrologjia sugjeron se energjia e kësaj dite mund të ndikojë në mënyrën se si shohim disa situata që kanë qenë në mendjen tonë prej kohësh. Le të shohim si mund të ndikojë kjo energji te secila shenjë e zodiakut. Dashi. Energjia e kësaj dite mund të shtyjë të reagosh më shpejt ndaj situatave që kërkojnë vendime të menjëhershme. Një moment reflektimi mund të ndihmojë të kuptosh se cili është hapi i duhur për të bërë në një çështje që lidhet me planet personale ose profesionale. Dita favorizon veprimet e menduara mirë dhe jo reagimet e nxituara. Një situatë e vogël mund të tregojë se disa gjëra kanë nevojë për më shumë qartësi para se të marrësh një vendim përfundimtar. Nëse i kushton vëmendje intuitës dhe analizon situatat me qetësi, mund të kuptosh se një zgjedhje e bërë sot mund të ketë ndikim në zhvillimet që do të vinë. Demi. Kjo ditë mund të vendosë përballë një momenti ku stabiliteti dhe siguria bëhen më të rëndësishme se zakonisht. Një situatë që lidhet me financat ose me përgjegjësitë e përditshme mund të kërkojë një vendim të menduar mirë. Energjia astrologjike sugjeron se është një moment i mirë për të reflektuar mbi prioritetet dhe për të analizuar nëse drejtimi që ke zgjedhur është ende ai që dëshiron. Një bisedë ose një këshill nga dikush që të njeh mirë mund të ndihmojë të shohësh një situatë nga një këndvështrim më praktik. Nëse e përdor këtë ditë për të menduar me qetësi dhe për të bërë zgjedhje të balancuara, mund të ndjesh më shumë siguri në vendimet që merr. Binjakët. Komunikimi mund të luajë rol të rëndësishëm gjatë kësaj dite. Një bisedë interesante ose një informacion i papritur mund të ndikojë në mënyrën se si e sheh një situatë që të ka shqetësuar kohët e fundit. Energjia e kësaj periudhe favorizon idetë e reja dhe mendimin kreativ. Një këshill ose një koment nga dikush përreth mund të bëjë të mendosh për një zgjidhje që nuk e kishe konsideruar më parë. Nëse je i hapur ndaj ideve dhe reflektimit, mund të kuptosh se disa zgjedhje bëhen më të qarta kur dëgjon edhe perspektivat e të tjerëve. Kjo mund të jetë një ditë ku një ide e thjesht sjell një kuptim më të madh. Gaforia. Energjia e kësaj dite mund të bëjë më të ndjeshëm ndaj situatave emocionale që ndodhin rreth teje. Një moment reflektimi mund të ndihmojë të kuptosh më qartë se si ndjenjat ndikojnë në vendimet që merr. Një bisedë e hapur me një person të afërt mund të krijojë më shumë mirëkuptim dhe qartësi në një situatë që ka qenë e paqartë. Energjia astrologjike sugjeron se është një moment i mirë për të dëgjuar intuitën dhe për të mos marrë vendime vetëm nga presioni i momentit. Nëse i kushton kohë reflektimit dhe reagimit me qetësi, mund të ndjesh se disa gjëra fillojnë të marrin një drejtim më të balancuar. Luani. Ambicia dhe dëshira për të bërë progres mund të jenë më të forta gjatë kësaj dite. Një situatë që lidhet me punën ose me një projekt personal mund të shtyjë të mendosh për një strategji të re. Energjia astrologjike sugjeron se është një moment i mirë për të analizuar disa mundësi që lidhen me zhvillimin personal. Një ide ose një sugjerim nga dikush që respekton mendimin tënd mund të ndihmojë të shohësh një perspektivë që nuk e kishe menduar më parë. Nëse vepron me besim dhe qartësi, mund të ndjesh se disa vendime që merr sot krijojnë një drejtim më të qartë për të ardhmen. Virgjëresha. Energjia e kësaj dite mund të shtyjë të vësh re disa detaje që zakonisht kalojnë pa u vënë re. Një situatë që duket e vogël mund të bëjë të reflektosh për mënyrën se si po organizon përgjegjësitë dhe planet që ke vendosur për veten.
Dita favorizon analizën dhe vendimet e menduara mirë, ndaj është moment i mirë për të rishikuar disa zgjedhje që lidhen me punën ose me rutinën e përditshme. Një bisedë ose një ide e re mund të ndihmojë të shohësh një zgjidhje më praktike për një situatë që të ka shqetësuar. Nëse i kushton vëmendje detajeve dhe vepron me qetësi, mund të kuptosh se disa vendime bëhen më të qarta kur analizohen me durim. Peshorja. Kjo ditë mund të sjellë një moment ku balanca mes emocioneve dhe logjikës bëhet më e rëndësishme se zakonisht. Një situatë që lidhet me një marrëdhënie ose me një bashkëpunim mund të kërkojë më shumë reflektim para se të merret një vendim. Energjia astrologjike sugjeron se është një moment i mirë për të dëgjuar intuitën dhe për të analizuar me qetësi reagimet e tua. Një bisedë e sinqertë mund të ndihmojë për të krijuar më shumë qartësi në një situatë që ka qenë e paqartë kohët e fundit. Nëse i kushton vëmendje mënyrës se si reagojnë njerëzit përreth, mund të kuptosh se cili drejtim është më i përshtatshëm për të marrë. Akrepi. Energjia e kësaj dite mund të sjellë një ndjenjë reflektimi që lidhet me disa zgjedhje të rëndësishme. Një situatë e papritur mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra kërkojnë një qasje të re. Dita favorizon transformimin e mënyrës se si e sheh një çështje që ka qenë në mendjen tënde prej kohësh. Një informacion i ri ose një bisedë e rëndësishme mund të ndikojë në mënyrën se si e interpreton një situatë. Nëse i kushton vëmendje intuitës dhe analizës së qetë, mund të kuptosh se një vendim që duket i vogël sot mund të ketë ndikim më të madh në të ardhmen. Shigjetari. Kjo ditë mund të sjellë një ndjenjë motivimi për të parë disa situata nga një këndvështrim më i gjerë. Një ide e re ose një bisedë interesante mund të bëjë të reflektosh për disa plane që lidhen me të ardhmen. Energjia astrologjike favorizon eksplorimin e mundësive dhe mendimin pozitiv. Një këshill nga një person që ka përvojë mund të ndihmojë të shohësh një drejtim që nuk e kishe konsideruar më parë. Nëse je i hapur ndaj perspektivave të reja dhe i gatshëm të reflektosh me qetësi, mund të kuptosh se disa vendime bëhen më të qarta kur sheh situatën nga një këndvështrim më i gjerë. Britsjapi. Energjia e kësaj dite mund të bëjë të mendosh për stabilitetin dhe për mënyrën se si po ndërton të ardhmen tënde. Një situatë që lidhet me punën ose me përgjegjësitë mund të kërkojë një vendim të menduar mirë. Dita favorizon analizën dhe planifikimin, ndaj është moment i mirë për të reflektuar mbi strategjitë që po ndjek. Një ide ose një sugjerim nga dikush që respekton mund të ndihmojë të shohësh një mundësi që nuk e kishe konsideruar më parë. Nëse vepron me qartësi dhe vendosmëri, mund të ndjesh se disa gjëra fillojnë të marrin një drejtim më të sigurt. Ujori. Kjo ditë mund të sjellë një ndjenjë kreativiteti dhe dëshire për të menduar ndryshe nga zakonisht. Një situatë e papritur mund të bëjë të shohësh një çështje nga një perspektivë që nuk e kishe menduar më parë. Energjia astrologjike favorizon idetë inovative dhe mënyrat kreative për të zgjidhur situata që duken të komplikuara. Një bisedë me një person që ndan të njëjtat interesa mund të japë frymëzim për një projekt ose plan të ri. Nëse i kushton vëmendje ideve që lindin gjatë kësaj dite, mund të kuptosh se disa vendime bëhen më të qarta kur guxon të mendosh ndryshe. Peshqit. Energjia e kësaj dite mund të bëjë më të ndjeshëm ndaj emocioneve dhe atmosferës që të rrethon. Një moment reflektimi mund të ndihmojë të kuptosh më qartë disa ndjenja që kanë qenë të paqarta kohët e fundit. Dita favorizon introspeksionin dhe dëgjimin e intuitës, ndaj është një moment i mirë për të analizuar atë që dëshiron vërtet. Një bisedë ose një situatë e vogël mund të ndihmojë të shohësh një çështje nga një këndvështrim më i qartë. Nëse i kushton kohë reflektimit dhe mendimeve të tua, mund të kuptosh se cili vendim është më i përshtatshëm për drejtimin që dëshiron të marrësh. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe na thuaj mendimin tënd. Për këtë video, shkruaj në koment fjalën
vendim nëse mendon se kjo ditë mund të ndikojë në një zgjedhje të rëndësishme për ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.